që nga viti 2016 vepron në këtë lokacion. Kjo është MTS DOO, kompania themeluar në bazë të marrëveshjes së Brukselit për telekomunikacionin e Kosovës dhe Serbisë në vitin 2015. Kjo kompani që financohet dire nga Telekomi Serbisë e paguan për vetëm 0.50 cent metrin katror në Mitrovic të Veriut. Vendimi për këtë shumë të pagesës ishte marrë sa ka qenë në udhëheqje të komunës Lista Serbe dhe ministri atëhershëm i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, Ivan Todosjević. Këtë ka konfirmuar për TV1 kryesuesi i Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Veriut, Nejat Ugljanin. Ai thotë që ka një diferencë me pagesën që paguajnë bizneset tjera të metrit katror. Janë dhonë do pronat për 50 cent metra katror, e janë kompanit si për shembull Telekomi, MTS, i cili funksionon për shembull, na faktikisht e kemi një vendim që paguhet hapësira 4 euro, çdo lokal në pjesë periore, kurse një kompani si MTS, ja Telekomi, cili funksionon halo faktikisht në nëmbrilin e Republikës Serbisë dhe ka sigurisht përkraje financiare që me pagu 50 cent metër katror është kundërshtim me atë popullat që paguajnë 4 euro. Ugljanin pret që këtë vendim të Listës Serbe, i cili daton nga viti 2016, ta anullojë së shpejti. Sigurisht që na do vendimet edhe do të vinë në radhë që do t'i anullojnë sepse janë në përputhje me ligjmërinë, sepse ajo është që i përmena që janë konë ministrat në pozitat nga komuniteti sërb, sepse janë konë edhe dorëshimet, ku faktikisht edhe janë pranu vendimet nga Ministria Pushtetit Lokal, edhe sigurisht me raportim edhe me koordinim me Ministrinë Pushtetit Lokal do t'i marrëm hapat konkrete edhe për anullim edhe aty në vendimeve. Ndërkaq, kryetari i komunës Erden Atiq tha që nuk do të lëshojnë penë në raste që vlerësojnë se shkelet kushtetueshmëria e shtetit. Në aspektin ligjor me shtri sa më shumë institucionalizimin e Republikës Kosovës në këtë komunë. Qeveria e Kosovës pretendon se 10 kompani të tjera shkelin rendin kushtetues të Kosovës në veri.